Zonja Nënkryetare, sot në fakt duhet të flisnim për problemet e njerëzve, problemet e qytetarëve. Por është folur 4 orë në këtë parlament dhe nuk u tha një gjysmë fjale për një ngjarje shumë të rëndë që ka pushtuar mediat, që ka të bëjë në fakt me një çështje që ka prekur pjesën më të madhe të qytetarëve shqiptar. Dhe kjo ka ndodhur sidomos fal pushtetarëve dhe politikanëve të korruptuar. Tani, kjo këtu është një pamje që tregon se si dhunohet një qytetar, ndërkohë që Taulanti zgërdhiet. Taulant, e ke parë të grushtin Taulant? Ky djali që rajnë këtu Taulant me grushta, ky djali që rajnë me grushta, është ky këtu, është një 19 vjeçar. Është një 19 vjeçar. Është një 19 vjeçar që mbron pronën e vet, ku ka lindur, ku ka jetuar, ku është rritur. E mbron, ndërkohë që ju ja keni vjedhur. 150 hektar i keni marrë gjithë fshatit. Ja ka marrë ish drejtori hipotekës, Taulant. Ish drejtori hipotekës. Pasi keni vjedhur pronën, tani po i dhunoni. E di me kë ja ka marrë Taulant? Ja ka marrë me atë që Belinda Balluku përmendte në përgjim dhe thoshte, i kemi bërë nderin e jetës, i kemi dhënë rrugën Thuman Kashar, 1.3 miliard. Adi Qose, keni fjallën? Kudo? Të lutem ulu. Ulu e sqaron sekretaria. Uluni Merita. Të lutem a sqaro pa? Zoti Shehaj, vazhdoni edhe 2 minuta. Vazhdo. Zoti Qose, keni fjallën, dakord. Zoti Qose, keni fjallën. Ka qytetarë që po dhunohen nga policia e shtetit, nga policia private. Adi Qose, keni fjallën, ju lutem. Dhe vini këtu e për një teatër. Duhet ju vitë tur. E kuptoni apo jo? Duhet ju vitë tur. Ndërkohë që këta Zoti Qose, keni fjallën, ju lutem. Ju vitë tur. Po i vishë i kemi vjedhur pronën. Po dhe po ju dhunon. Nuk i ke pa video. Zoti Shehaj, ju të rreq vëmendjen? Zoti Shehaj, keni vërejtje për sot? Zoti Shehaj, ju heq të drejtën e fjalës? Zoti Shehaj, përjashtoheni nga seanca plenare. Zoti Shehaj, përjashtoheni nga seanca plenare. Ju lutem. Zoti Shehaj, jeni përjashtuar nga seanca plenare. Zoti Qose, mu keni fjalë. Minuta pushim. Nënkryetare, faleminderit për fjalën. E kam
realisht të vështirë, zonja nënkryetare, të kuptoj se ku gjeni kurajon të vini këtu e të flisni për fondet e Bashkimit Evropian. Fondet e IPARD-it, 130 milion euro, zonja kryetare, ju i ndat me miqtuaj, me kryetarët e bashkive, me familjarët e deputetëve, të ministrave. Bashkimi Evropian i ndaloi ato fonde dhe tha, jo vetëm që nuk japim këto 100 që duhet të merrnit, por duhet na ktheni 30 që keni vjedhur. Dhe nuk e kuptoj si vini këtu e thoni do shtojmë fonde. Ne fondet i kishim, zonja kryetare. Ishin këtu. I kishte qeveria, thjesht do t'i shpërndante, t'i merte nga llogaria bankare e qeverisë dhe t'ja jepte qytetarëve fermerëve. Këtë s'bët dot ju dhe ju flisni për plane. Ku nuk bëni një gjë kaq elementare, zonja nënkryetare. Si do i bëni gjërat e vështira? Këtë nuk e kuptoj. Si mund të vini të talleni këtu? Nëse kjo është një histori e vjetër, fatkeqësisht, po duhet ja kujtojmë qytetarëve shqiptar. Sot në fakt duhet të sjellë në vëmendjen tuaj një problem tjetër shumë të madh. Nuk ka ditë që nuk ndodh një konflikt për pronat në këtë vendin ton të varfër, të vogël, nga i cili të gjithu antikin. Çdo ditë ka një konflikt për pronat. Ja ku e keni sot pamjet e qytetarëve shqiptar që protestojnë për pronat e tyre. Përleshen me policinë, sepse policia me urdhrin tuaj shkon atje për të mbrojtur oligarkët, për të mbrojtur miqtë tuaj. Ja ku i keni. Ja ku janë pamjet, edhe sot shfaqja e përditshme, sepse ju nuk e pranoni dhe nuk e imagjinoni dot se si mundet të zbatohet ligji dhe prona të shkojë tek pronarët legjitim dhe jo në xhepat tuaja dhe jo në pronësinë tuaj. Sepse ne këtu flasim për shumë gjëra, por nuk flasim për radhët e qytetarëve. Dhe ne nuk do lodhemi pa përmendur çdo herë që marrim fjalën pa drejtësinë më të madhe që i keni bërë këtij populli. Dëgjoni vetë me veshët tuaj, se po nuk e tham, po nuk e sollëm këtu. Me letra, me venim me gjykatash dhe me të tona. Bashkim ulaj. Na ka kërkuar 3 herë me radhë dokot me ta për punë pazarit. Na më mirë me shku mu me të në bunë, me çmimin si na ka vonaj. Kjo rrugë që kalon këtu, është e fshatarëve? Dhe në fundit Bashkimi Ulës thotë, ja, sillame në rrugë tjetër, nuk ka problem. Kaq mundësi kena ne. Do ketë përplasje fizike. Ka mundësi se një liri a fitu në asnjë shtet botë pa gjak. Edhe këto liria e jonë është prona. Ai vetë se ka ardhur kot me këtë fatë Roma, toka është e jona, ai s'ka punë në tonën. Ç'a don? Janë në tokën e tyre, janë në pronën e tyre që ju po i vidhni. Tani, konfliktet mbi pronën janë të përditshme. Unë nuk di të them kush ka të drejtë në këtë rast, si në shumë raste të tjera, por unë di të them aman me kë jeni ju. Interesin e kujt mbroni ju. Dhe interesin e kujt mbroni ju e keni treguar e tregoni për ditë në këtë parlament, duke marrë vendime gjithmonë në favor të fortëve, në favor të atyre që kanë pushtetin, në favor të atyre me të cilët ju ndani pronat. Dolën përgjime të Belinda Ballukut, ku pikërisht për këto oligark e thot shprehimisht, për rrugën Fuman Kashare kanë fjalën, 1.3 miliard euro, dhe thot Belinda Balluku, po i bëjmë nderin e jetës. Ju midis interesit të qytetarëve, që të argjonin sa më pak për të ndërtuar rrugën, ju zgjodhët t'i bënit nderin e jetës një oligarku. Tani duke lexuar këto përgjime, çfarë duhet të mendojë ai qytetari i thjesht atje? Me kë jeni ju? Me kë mund të jeni ju në përplasjen për pronën midis qytetarëve dhe oligarkut? Pasi vetë e keni pranuar që keni bërë nderin e jetës një oligarku. Ju jeni gjithmonë me abuzuesit, sepse abuzoni bashk. Ju nuk i bëni nder në fakt askujt. Nuk e beson njeri Tauland që kjo qeveri dhe Belinda Balluku u ngrit një mëngjes e tha priti bëj një nder unë këtij zotris, sepse jam sot
dua të bëj një nder dhe zgjedh t'i bëj nder atij. Po jo, nuk është kështu. E vërteta është që ju jeni ortak. Ju nuk i bëni asnjë nder atij. Ju me atë ndani parat, sepse një pjesë e merrni prap. Dhe nderi në fakti, vetmi nder që i bëni atij është që kur zgjidhni dikë me cilit ndani parat, zgjodhet pikërisht atë. Ai është nderi që i bëni, sepse zgjodhet atë, mund të zgjidhni dikë tjetër, po ju zgjodhet atë. Dhe ky është nderi që i bëni, sepse zgjidhni atë si ortak, se atij nuk i bëni ndonjë nder të madh, jo. Ju nderin ja bëni vetes tuaj. Dhe pse e bëni, ose pse keni mundësi ta bëni? Sepse keni kapur drejtësinë, deri dje e kishit drejtësinë totalisht në kontroll. Ndërkohë që ne flasim këtu, është mbledhur gjykata kushtetuese. Dhe për herë të dytë ka njoftuar që do marrë një vendim. Gjykata kushtetuese për herë të dytë tha do marrë vendimin në lidhje me pezullimin e Belinda Ballukut. Që do të thotë një zyrtar e lartë, zyrtarja e dytë më e lartë në qeverinë e Shqipërisë, mund të qëndrojë në detyrë, ndërkohë që Spaku e akuzon sepse ka vjedhur dhe ka abuzuar me fondet e qytetarëve shqiptar. Kjo është pyetje e madhe. Tani, qartësisht, gjykata kushtetuese nuk ka rrugë tjetër veç se të jetë me drejtësinë, në mbështetje të drejtësisë, në mbështetje të luftës kundër korrupsionit.